Në një kohë kur vëmendja e botës është e përqendruar në shkëmbimet e përditshme të dronëve dhe raketave midis Izraelit dhe Iranit, si dhe kërcënimet për përfshirjen e SBA-ve në këtë luftë, pak vëmendje i kushtohet njeriut në hije që të rreq fijet më të rrezikshme të lindjes së mesme. Generali Mikael Erik Kurilla, komandanti aktual i komandës qendrore të SBA-s, ka marrë një pozicion qendror në reagimin e amerikanëve ndaj kërcënimeve iraniane dhe përshkallëzimit të konflikteve në rajon. Por ky oficer i lartë i ushtrisë amerikane nuk është i huaj për luftërat. Rrënjët e tij në përvojën ushtarake shkojnë prapa në luftën në Bosnjë dhe Hercegovinë. Përpara se të bëhej arkitekti i operacioneve amerikane në të gjithë lindjen e mesme, Kurilla ishte një ushtar në tokën europiane, veçanërisht në Bosnjë dhe Hercegovinë, gjatë ndërhyrjes së NATO-s në vitet 1990, si pjesëtar i divizionit elitar të 82 ajror, ai mori pjesë në operacionet e stabilizimit të pasluftës. Edhe pse rrallëherë flet publikisht për këtë episod, shokët e kujtojnë si një njeri që mësoi shpejt mësimet e terrenit kaotik, duke balancuar forcën ushtarake dhe durimin taktik. Kurilla ishte edhe pjesë e forcave amerikane, të cilat në vitin 1999 u futën në Kosovë si pjesë e KFOR-it. Kurilla bënte pjesë në operacionin Joint Guardian, që ishte forca paqëruese ndërkombëtare e udhëhequr nga NATO në Kosovë, e cila hyri në vendin tonë pas bombardimeve 78 ditore ndaj Serbisë dhe largimit të forcave serbe nga Kosova. Lufta në Bosnjë dhe Hercegovinë pastaj dhe misioni në Kosovë shërbyen si një shkollë e hershme për të kuptuar kompleksitetin e shoqërive të pasluftës, një mësim që ai tani e përdor në çdo lëvizje strategjike që bën drejt Iranit, Irakut dhe Sirisë. Pseudonimi i Kurillas është Gorilla dhe ai nuk është thjesht një lojë me mbiemrin e tij, pasi pasqyron reputacionin e tij si një strateg pa kompromis që nuk toleron zgjidhje gjysmë të pjekura. Pentagoni e përshkruan atë si një skifter, metodat e cilit janë shpesh më vendimtare se sa kërkon shkolla diplomatike. Lëvizjet e tij në muajt e fundit flasin më shumë se fjalët, duke vendosur aeroplan mbajtëse shtesë, skuadrilje luftarake dhe sisteme të mbrojtjes ajrore në të gjithë gjirin persik. Sipas burimeve në Washington, generali Kurilla ka kaluar më shumë kohë në bisedime me Donald Trump në vitet e fundit se çdo komandant tjetër aktiv ushtarak në Amerikë. Ishte Kurilla, sipas disa gazetarëve pranë Pentagonit, ai që formoi disa nga pikpamjet e tij mbi nevojën për një dorë të fortë ndaj Teheranit. Ndërsa disa antarë të rrethit të Trumpit mbrojtën balancimin diplomatik, Kurilla ishte ai që këmbguli të përkulte muskujt e tij që parandalimi të jetë kuptim plot duhet të duket si një kërcënim, është motoja e tij jo formale. Megjithatë, qasja e tij nuk kalon pa rezistencë. Zyrtar të lartë si generali Dan Kane dhe strategu Elbridge Colby po shprehin gjithnjë më shumë shqetësime se Kurilla po shpenzon shumë burime në lindjen e mesme, duke lënë pika të tjera të ndezjes, si indo-paqësori, pa vëmendjen e mjaftueshme. Megjithatë, për sa kohë që ai ka mbështetjen e hapur të shefit të Pentagonit, Pat Hegseth, dhe mbështetjen jo formale të rrethit të Trump, Kurilla mbetet në një pozicion nga i cili mund të formësoj fuqinë amerikane në pjesën më shpërthyese të botës. Në një epokë kur politika jashtme amerikane kërkon të balancojë konkurrencën globale me Kinën me sfidat rajonale, Kurilla vepron si një oficer i shkollës së vjetër. Ai beson në fuqinë e armëve, praninë në terren dhe forcën parandaluese. Për të, Irani nuk është vetëm një shtet, ai është një burim sistematik i destabilitetit që duhet të frenohet me forcë, jo me kompromis. Pyetja që mbetet është, a është Erik Kurilla lideri që po kërkon momenti, apo një figurë që e mban botën në prag të një tjetër konflikti në shkallë të gjerë? Në çdo rast, Ballkani ishte shkolla e tij e parë e krizës. Lindja e mesme tani është testi i tij i pjekurisë, dhe çmimi i atij testi mund të jetë global.